Bytyqi thot se operatorit ekonomik i është dhënë vërejtje pasi që kanë pranuar informatën nga betimi për drejtësi dhe pas arsyetimit të pranuar nga MEB LLC. Ja këna dhënë një vërejtje, dhe me thonë nëse përsëritet kjo atë duhet më ju ndërprej kontrata. Na kanë siguru që s'ka me ndodhë kjo, edhe besoj shpesoj që nuk ndodhë. Po është vërejtje sepse ata në arsyetimin që na e kanë dhënë neve kompania, se ju shpesh me përmendin na ka thonë kompania, ata na kanë thonë neve që kanë qenë lajthitëm prej gazetarëve, sepse ai ka lëshu për shkak të respektit ndaj gazetarëve me përcjell një ngjarje që u konë shesh për ditëlindjen e Skënderbeut, nëse s'gaboj. Edhe që gazetarët kanë insistuar me ia dhënë 3 euro, që shtu shkruan në raportin e kompanisë na e ka dorëzuar neve. Ne si kompani i kemi marrë informatat para 3-4 dite. Me njëherë të nesërmen kemi dalë në vend ngjarje dhe kemi marrë deklaratën e punëtorit Sahit Gashi me shkrim. Dhe në deklarat shumë mirë shënohet se është e vërtet që 2 gazetarë kanë hyrë brenda me veturë. Për shkak të respektit të gazetarëve e ka liruar për parkim dhe pastaj pas një kohe gazetarët e kanë pyet punëtorin a është parkingu privat. Punëtori jon e ka deklaruar me njëherë se është parkingu i ministrisë shtetëror dhe ata i kanë dhënë 3 euro pije një kafe. Punëtori në fjalë nuk ka kërkuar të holla, ata vetë me dëshirë i kanë dhënë dhe me një fjalë e kanë lajthit punëtorin. Dhe gazetarët i kanë vërejt disa vetura brenda që janë private, por ato vetura u përkasin punëtorëve të institucionit dhe ne mendojmë se kompania jon nuk ka lidhje me rastin e fjalë, edhe nëse ka ndodhur ndonjë shkelje apo mos respektimi i punës gjatë detyrës. Roja i sigurimit e mban përgjegjësinë individuale, mirë po nuk do të mbetet pa u ndëshkuar nga kompania jon, sepse këto gjëra janë të patolerueshme. Kompania MEB LLC në shpjegimin e saj ka bashkëngjitur deklaratën e njërit nga punëtorët, me të cilin është përballur ekipi i betimit për drejtësi. Po ashtu vërejtjen që i është dhënë të njëjtit, në të cilën tregohet se është suspenduar me 1 muaj pa pagesë. Verzioni i kompanisë MEB LLC i dërguar në Ministri të Infrastrukturës, duke përshkruar deklaratën e punëtorit, është kundërthënës krahasuar me faktet dhe bisedën e ekipit të betimit për drejtësi të bërë me punëtorët e sigurimit fizik.